Selam aleikum, a mundem me I fal vaktet kaza me që jam në shkollë në kohën e drekës dhe ikindis. Wa alaikum assalam wa rahmetullah. Allahu I lartësuar thot në Kur'an: Inna salate kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Namazi është obligim për besimtarët në kohë të caktuara. Kështu që falet çdo namaz në kohën e tij. Veçohu diku në shkollë, ku të ketë një hapësirë bosh, një klasë bosh, një korridor, pra diku që ke hapësirë dhe falet çdo namaz në kohë. Drekën në kohë, ikindin në kohë. Pastaj ke mundësi. Dreka, pra afërsisht ora 1 deri në orën 4:30, afërsisht që bëhet ikindia. Pra ke kohë që ta falësh 5 minuta, më pak se 5 minuta drekën.